أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemi në takimin e 10 me librin ton Riyadus Salihin, kopshti i të devotshmëve. Edhe që 10 takime jemi këshillu me hadithe që imamin ai ka sjell në 3 kapitujt e parë. Hadithe shumë nevojshme për çdo kohë dhe për çdo vend, e sidomos për kohën tonë dhe vendin tonë. Hadithe që me cilat po hjeshojmë edhe po gjallërojmë ndajën tonë, edhe po gjallërojmë njënën për shtëpiave të Zotit tonë. E kjo është nder i madh që Allahu na ka bërë me kanë për atyre që kalojnë kohë në njënën për shtëpiave të Tij. Kjo është, përveç që është nder, është edhe diçka që kemi obligim në raport me xhamit ose shtëpiat e Zotit. Që ato me imbush, me gjallënu, me ibadet, me adhurim, me përkujtim dhe me këshill. E kështu ka qenë xhamia në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo na kujton një ngjarje të kohës pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam një herë del në xhami për t'ju prirë xhamatit për namaz. Edhe sikurse deni dera xhamisë pejgamberit alayhis salam, ka qenë dera shtëpisë tij, ka qenë që të ka dërgu direkt në xhami. Në safin e parë, edhe pejgamberi sa më njëherë nga dera tij ka kalu tek vendi imamit. Kur dal pejgamberi sa në xhami, sytë e tij e shohin një njeri të lidhur për shtyllën e xhamisë. Pejgamberi sa më çuditë thotë, çfarë është puna këtij njeriu, pse e keni lidh? Sahabët i thonë, ja Rasulullah, ky është një anë për robëve që kemi zënë në luftë. Edhe nuk kemi ditë çfarë më i bë, edhe kemi lidh për xhamie, po i presëm urdhrat e tua. Pejgamberi alayhis salam kur afrohet, thot, a nuk po e njihni? Thot, ky është Thumame. Thumame ibn Tha'laba ka qenë prisi i fisit El Yamame, njënit pej fisëve më të mëdha dhe më me rëndësi në atë kohë. Pra pejgamberi sa për thotë sahabëve, apo dini që ju e pasnizon njënin pej kryetarëve të fisëve më me emër. E pasnizon rob një mbret. Edhe pejgamberi sa vetëm e shikon një herë, edhe nuk i flet asgjë. E fal namazin edhe hin brenda tek shtëpitë e tij prap. Edhe i thot grave të tij, e keni përbërç këtë robin që e kemi të lidhur me i dërgu ushqim çdo ditë. Pra pejgamberi alayhis salam po i obligon gratë e veta që robin që ka qenë i lidhur për shtyllët e xhamisë me i dërgu ushqim çdo ditë. Pejgamberi sa ma ditë nuk po i flet hiç Thalebes. Po del po e fal vaktin, edhe prapë po hin në shtëpinë e tij. Po rrin me sahabët e tij, ndërsa Thaleben vetëm e shikon të herë pas here me sy. Të nesërmen, pejgamberi alayhis salam kur e fal namazin e sabahut, e kryen dhikrin edhe shpërndahen sahabët, pejgamberi alayhis salam ngritet në këmbë edhe shkon te Thalebe. I ulet pranë edhe i thot: "Ma indaka ya Thalebe?" Thot: "Ç'kemi ka ti o Thalebe? A ka ndonjë të re ka ti o Thalebe?" Atëherë, ai ka qenë mbret, edhe don me shfaqat autoritetin e tij. Thot: "Indi khairun ya Muhammed." Tonë vetëm hajër ki o Muhammed. "In taqtulani taqtul dhaddam." Dije se nëse u mbyt dikon që ka kush hakmerret për ta. Po e konfisin tem. "Wa in tun'im ala shakir." A nëse u bën mirë, kemi ba mirë në njeriu që s'ta harron kurr. A nëse do në mall, fas'al min mal ma'shit. Lëp sa të duash, se të dha. Pejgamberi sa më dëgjon deri fund i buzëqesh edhe qohet. Asnjëna prej këtyre 3 opsioneve nuk i bani përshtypje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe lan nuk i fol me asgjë. Nesërmën, para pejgamberi sa kur e fal sabahun, i shkon afër edhe i thot: "Ma indaka ya Thalib." Thot: "Çka ka të re ka ti o Thumame?" Ai prap ja përsërit njëjtat fjalë. Edhe ditën e tretë pejgamberi sa pos këtë fjalë ja thot: "Çka ka të re andaj ka ti?"
prapë edhe kënë ditën e tretë thot ato që ti kom thonë o Muhammed. Pejgamberi sa më kujtohet pak edhe thot lirone. Atliku Thumame, lirone Thumame. Kë del pe xhamis e merr devën edhe ec. Duke nejtë pejgamberi sa me shokët e tij, duke vazhdu nejen, po dëgjohet një zot duke thënë u kthye Thumame. U shkëthy Thumame prapë në xhamit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur hin xhami, uji i pikon të mjekrës tij për shkak që ish hi me njënë pej përrockave të Medinës edhe kish marrë gusull. Ish pastru. E kishte la trupin e tij. Edhe hin xhami edhe shkon direkt tek pejgamberi alayhis salam e i thot ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Po dëshmoj se vetëm Allah është edhe ti je i dërguar i tij. Edhe i fol disa fjalë që unë po duam nda me juve. Thot, pasë e thot shahadetin, thot, ja Muhammed, wallahi ma kana ala wajhi al-ard, abghadu min wajhik. Pasha Allahun o Muhammed, në ftyrën e tokës, nuk ka pat ftyrë që e ku më rejt ma shumë se sa ftyra jote. Fa asbaha wajhuka ahabba al-wujuhi ilay. Sot ftyra jote për çudi më është bë më dashur a fytyrë. Wallahi ja Muhammed, pasha Allahun o Muhammed, nuk ka pa din që e ku më rejt ma shumë se sa dini jëtë edhe feja jote. Sot, shumë çudi që kjo fe mu ka ba feja ma e dashur të kun. Edhe treta, wallahi ja Muhammed, nuk e ka më rejt as një vend ma shumë se sa Medinën tonë, qytetin tonë. Sot, më është ba veni më i dashur në zemrën time. Edhe në fund i thët, unë jam ba musliman, madje i thët du me shku edhe në umre. Ajo që po du më ndalë në zbashku me juve është, qka pa Thumame që për 3 dit e pranoj islamin veç me një fjalë. Ma indeke ja Thumame, që kemi ka ti o Thumame? Këti gjaty në 3 ditve, as nuk i kanë shku sahab me i folë, as nuk është i lexu Kur'an, as nuk ju ka dhënë ders. Ky veç ka nejt edhe ka shiku. Dhe vetëm në fjalë që pejgamberi sa i ka thonë që kemi. Mirë po, për 3 dit, veç pse ka nejt i lidhun si rob në xhamin e pejgamberit alayhis salam, e ka pranuar islamin. Ky sahabi ka pa në xhamin e pejgamberit alayhis salam madje edhe shumë. Ka pa xhamatin se si falen krah për krah. Ka pa pejgamberin alayhis salam duke ju pri xhamatit e tij dhe ka dëgju duke i lexuar Kur'an. Ka pa se si muslimanët afrohen me zvete edhe flasin e këshillojnë njëri tjetrin. Ka pa se si fëmia vin në xhami edhe mësojnë librin e Zotit. Ka pa se si nevojtari shkon në xhami, kërkon atë që ka nevojë edhe i jepet. Për 3 ditë, ky vetëm me synin e tij që ka pa, e ka pranuar islamin. Kështu që edhe xhamia tona sot duhet me i mbajt, që kanë marrë këta burra para 1400 vjetëve. Në atë formë, sa që nëse kishëm me marrë një njëri, me thonë, të i veç hajde rritë na 3 ditë, e pranën islamin. Tash do të më kështu që kjo atmosfera që ka qenë xhamin, në kohën e pejgamberit alayhis salam, sa është në kohën tonë. Sa është prezent në xhamin tonë, sa është prezent në rrethin tonë. Kështu që kemi edhe na për detyrë që xhamiat e Allahut me i gjallnu me ato mësime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mësu shokëve të tij. E ne me qenë se nuk e patëm fatin me i dëgju direkt për pejgamberit alayhis salam, Allahu na ka dërgu ulema dhe dietar, edhe kanë thonë qëre ju fatin se keni pat me një direkt për pejgamberit alayhis salam. Po kena me ja upru hadithet që i keni direkt për ti të sigurta të transmetuar për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këta ka thënë Imam Neveviu në fillim të librës, ku më ja u sjell disa hadithe, hiç mos u lëndë me kështu janë të vërteta ajo. Se atë gajle ja kum kryesot unë. Edhe na sot mas 1400 viteve këshillohemi me ato që janë këshilluar sahabët kohën e pejgamberit alayhis salam, me ato këshilla për të cilave këshilla që ka bë musliman edhe Thumame. Hadithi që kemi mbetur na, hadithi 52, që është hadithi i fundit që fol për durimin, në kapitullin e durimit,
është hadithi që imami na sjell të transmetuar prej Usaid ibn Hudairit. Ky Usaid e thot, ishëm një herë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke nejt pranë xhami. Edhe njëri prej ensarëve po ngritet dhe po i thot, ja Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan wa fulan. O i dërguari i Allahut, pse edhe mu nuk po ma jep një pozitë sikur se ja ka dhënë filanit edhe filanit? Pse mu nuk po më jep pozitë në shtet? Pse mu nuk po më jep post udhëheqës, çuç ja ka dhënë filanit edhe filanit? Pejgamberi alayhis salam nuk merret me individin si individ. Po tash e shfrytëzon rastin këshillën me dhënë të përgjithshme. Madje jo vetëm për sahabët që kanë qenë në xhami, por edhe për mua e ty që jena maslimi 400 viteve sot. Pejgamberi alayhis salam thot: "Innakum satalqawna ba'di atharatan, fasbiru hatta talquni ala al-hawda." Thot, ju pas meje keni me i pa disa gjëra të çuditshme. Keni me pa çudina, thot pejgamberi sa pas meje. Mirë po, fasbiru, ju bëni sabër, derisa të më takoni mua tek haudi, tek burimi i ujit që jepet pejgamberit alayhis salam në ditën e Kiametit. Pra pejgamberi sa po do të burra, ju keni me pa që kam ju dhënë pushteti që atij që e lyp, sikur çifti i këtij që po vjen po vetë mua. Keni me pa që kam ju dhënë pushteti atij që s'e meriton. Se me shariat, ai që kërkon pushteti nuk i jepet. Thot, keni me pa çudina në atë kohëna. Ai që nuk din ka me udhëheq ata që din. Ai që flet nuk din, ndërsa ai që din nuk flet. Keni me pa, thot, çudina pas meje. Mirë po pejgamberi sa na tregon edhe rrugdaljen. Thot, fasbiru, bëni sabër. Durani. Dej kur ja Rasulullah? Dej kur duran muslimani? Thot, hatta talqawni ala al-hawd. Derisa të më gjeni mua tek haudi, burimi i ujit në ditën e Kiametit. Këtë hadith, pe atyre që kanë përmendur më shumë të se ma mirë me thonë që kanë jetuar me të, është edhe Imam Buhariu, Allahu mëshiroft. Njëherë njëri prej nxënësave të tij i thot, o shejх, filani të ka përgoju, filani të ka shah, filani ka shpiv kundra teje, po thot ato që ti se ke thonë, ala tad'u alejhim, pse s'po lutesh kundra tyre? Se ti je njeri i bekum, ti të pranohet doja, lutu kundra tyre. Atëherë Buhariu thot, jo, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, durani derisa të më takoni mua tek haudi. Kështu që thot, unë po duroj se edhe pa ka mbet. Edhe pa ka mbet deri të takoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tek haudi. Kështu që besimtari duran edhe pa ka mbet. Kjo jetë e shkurtër është. Na ka lodh gajlet, na kanë lodh telashet, na kanë lodh sprovat, edhe pa ka mbet. Kjo jetë e shkurtër është. Sa e lehtë është ajo sprov, në fund të cilës e gjen pejgamberin alayhis salam të dhënë ujë me durrët e tij. E lehtë është. E lehtë është ajo jetë, pavarësisht sprovave dhe telasheve dhe brengave, fundi së cilës është takimi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sahabët e kanë pas fatin me i knat sytë e tij me të në këtë botë. Mirë po edhe na kemi fatin me i knat zemrat e tona me fjalët e tij sallallahu alaihi wasallam. Andaj e kemi përmendur edhe Bilalin, i cili kur ka qenë duke dhënë shpirt në momentet më kritike, kur ka filluar gruaja e tij me vajtue, edhe ka thënë mirë për burrin tëm se çka ka hjek, ka thënë mos më vajto. Gadan alqal ahibba Muhammeden wa sahbe. Nesër do t'i takoj të dashurit e mi, Muhammedin edhe sahabët. Pra vdekja është çlirimi i besimtarit. Për shkak që jeta me të natë sprova, për të fundi është takimin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj për këto ja vlen me bë sabër edhe me duruse edhe pak ka mbet. Kapitullin e radhës, imami na e sjell një kapitull që na kemi me te kalu. Është bab as-sidq, kapitulli i sinqeritetit ose vërtetësisë në vepra, e që na kemi me kalu për shkak se edhe ky si kapitull ka pak hadithe, po edhe shumicën prej tyre vi kemi shpjeguar kur kemi folë te kapitulli i parë, kapitulli i njetit. Dallimi mes njetit, kitabun niyya ose babun niyya dhe babu sidq, është se ato ka folë vetëm për njetin si njet,
Dërsa këtu fol për sinqeritetin në vepra. E na atëherë kur e kemi pas shpjeguar ata, vetë se i kemi bërë bashkë hadithet mes dyja. Kështu që këtë kapitull e kalojmë për të kaluar te bab al-muraqaba. Kapitulli vetë kontrollimit. Kapitulli që flet se si besimtari duhet me kontrollu veten e tij. Muraqaba i kemi parasysh që besimtari çdo herë e kujton që Allahu është raqibuhu, çaj që po e vëzhgon ata. Është shikuesi i tij, është vëzhguesi i tij, ose thënë ndryshe është përcjellësi i tij. E imami para se na i përmend disa hadithe, na i përmend shkurtimisht disa ajete. Ajetin e parë që imami na sjell në këtë kapitull është ajeti ku thot Allahu: "Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubuka fi as-sajidin." Është ai Allahu i cili të sheh ti o Muhammed kur falesh natën, edhe ti sheh lëvizjet e tua mes sejdë. Allahu pra po i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur po ngritesh natën, edhe po falesh në errësirë, duke mos të pa as gruaja jote që është në shtratin afër teje. Edhe mundi me paramendu nata në kohën e pejgamberit alayhis salam ka qenë errësirë e plotë. Thotë se ka transmetime pe sahabe, ka thënë kur kemi shku në xhami, ka qenë errësirë e plotë. E kemi ditë që pejgamberi sa më shbrenda saj, vetëm kur ja kemi dëgju zanin duke lexuar Kur'an. Në errësirën e plotë të natës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ngrit edhe është fal. Mirë pa Allahu po i thot, këtë namazin tën mos mendo që nuk është të pa kërkush. Alladhi yaraka hina taqum, kur po çohesh për namaz, tha Allahu unë jam ai që po të shoh ty. Wa taqallubuka fi as-sajidin, edhe po të shoh kur po bjen sejdë, edhe po ngritesh prej saj. Wa taqallubuka fi as-sajidin, pra dhënë po të shoh lëvizjet e tua kur ti i bën në sejdë. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i frymëzon umetin e tij kur i thot: "Fa inna ahadakum idha kana fi as-salah fa inna Allaha qibala wajhihi." Kur ndonjëri prej juve ngritet për namaz, le ta dinë se Allahun e ka përpara fytyrës së tij. Le ta dinë se Allahun e ka përpara fytyrës së tij. Pra ka dal përpara Allahut. Për mja kujtu shikimin e Allahut ndaj robët e tij. Edhe ajetin tjetër që imami na sjell është ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur, thot Allah unë e di shikimin vjedhurazi, edhe di çka bartin zemrat. Shikimin vjedhurazi, kanë thënë dietarët, është ai shikim që ti je me një shok, edhe ti shikon diçka, po ai shoku nuk e din që te ke pa. Çaj shikimi i shpejt, nashta në të qintat e sekondit, që ti vetëm i hidh syt edhe i kthen apet duke mos dashur me të hetu kë që e ke në krah, tha Allahu unë jam çaj që e di edhe atë shikim. Kha'inatul a'yun, e di shikimin që shikon vjedhurazi. Wa ma tukhfi sudur, madje thot e di çka bartin zemrat, ani pse nashta kur se ka thon gjuha. Janë disa gjëra që zemrat i bartin, po kur gjuha nuk i thot. Tha Allahu i di dhe ato. Andaj imami na sjell këta për me na tregu neve se çelësi i të devotshëm, që si ata kanë arrit në atë gradë të lartë të devotshmërisë, është kur e kanë kuptuar çysh dohet al-muraqaba, për cilën edhe shikimin e Zotit. Po, kapitulli i parë me kanë sinqert. Po, kapitulli i dytë me u pendu. Po, kapitulli i tretë me bë sabër. Po, kapitulli i katërt me bë vepra të sinqerta. A më krejt këto nuk mundesh më u bë i devotshëm nëse nuk e ki të pestën e që është me pa të bindjen se Allahu është ai që të shëti. Me pa të bindjen se çdo lëvizje e jote është e regjistruar dhe evidentuar tek Allahu. Çështja ju mba të parë tonë të devotshëm. Bile e kom marrë një dua këtë për para juve që është transmetuar pe brezave të parë. Se si e kanë lutë Allahun, madje e shes se sa fuqishme është kjo dua, edhe çysh e kanë kuptuar ata al-muraqaba, shikimin e Zotit ndaj tyre. Është duaja, thot ya man la yashghuluhu sha'nun an sha'n. O Allah, ti ai që nuk angazhohesh, nuk të angazhon asnjë punë pe tjetrës. Pra nuk je në zonë që me thonë me një punë,
e nuk po ke kohë më marrë me tjetërën. Ti merresh me tëna punë. Thot, wala sam'un an sam'. As nuk të angazhon dëgjimi yt që ja bën krejt botës pe dëgjimit tim. Pra në këto momente, Allahu dëgjon këtë dunjan, edhe ahiretin, çka janë nër dhe, mbi dhe, melek në qiell, mirë po gjan ko o Zot, edhe pa pik probleme më dëgjon edhe lutjen tëme. Wala tughallituhu al-masail. Ti je ai që nuk lodhesh pe kërkesave të robërve të tu. Wala yubrimuhu ilhahu al-mulhiyin. E ty nuk të lodhen, as nuk të mërzisin klithmat e nevojtarëve. Zot, edhe këni berda afwik, më bëj ta shijoj ftohtësinë ose freskinë e faljes tënde, wa halawat rahmetik, dhe ëmbëlsinë e rahmetit tënd. Pra shikoje çfarë duaje e thellë. Kur e ka lut Allahun, e ka lut me el-muraqabe. E ka lut me bindjen se Allahu është duke dëgju. Me bindjen se Allahu është duke pa. Me bindjen se Allahu është duke u mirë me ta. O Allah, ti je ai që po dëgjon këtë botën, po dëgjon edhe lutjen tëme. Ti je ai që po merresh me gjitha çështjet e dunjas, po merresh edhe me çështjen time. Kjo është el-muraqabe, ose kjo është el-ihsanu, vepra më mirë. E dini hadithin që edhe Imami na sjell, hadithin e 61, hadithin e Xhibrilit. E kemi përmend kur shkon Xhibrili në formën e një njeriu, edhe shkon tek pejgamberi sa ulet, edhe i thot disa pyetje rënd. Shkurtimisht, sa hadithi është i gjatë, thot ja Muhammed, akhbirni anil islam. O Muhammed, kallëzëm çka është Islami. Pra janë nis pe gradës më të ulët. Grada më e ulët është Islami, së është namazi, adhurimi, adhurimet e trupit, zakati, agjerimi, haxhi, që kjo është grada më e ulët. Thot kallëzëm çka është Islami. Pejgamberi sa mi tregon Islami është 5 kushtet e Islamit. Pyetja e dytë thot ja Muhammed, akhbirni anil iman. O Muhammed, kallëzëm tash çka është imani, një gradë më e lartë. Thot imani është me besu Allahun, me besu me melekët, kjo është çështje e zemrës. Kjo është gradë më e lartë se sa Islamit. Edhe pyetja e tretë që neve po na intereson, thot ja Muhammed, akhbirni anil ihsan. O Muhammed, kallëzëm çka është ihsani. Vepra më e mirë. Pejgamberi alayhis salam i thot, el ihsanu an ta'bud Allah ka'annaka tarahu. Ihsan është me adhuru Allahun sikurse me pa. Fa in lam takun tarahu, po nëse ti se sheh, fa innahu yarak. Ai të sheh ty. Nuk ka gradë që njeriu mund të madhuru Allahun më shumë se sa që kjo. Kjo është grada më e lartë. E para ka Islami, e dyta ka imani, e treta është ihsani. Adhuroje Allahun sikurse po e sheh. Kjo është gradë hala më e zërshme. Para mendoni nëse na kishim mujt me adhuru Allahun sikurse po e shohim. Kjo është gradë shumë e zërshme. Këta nuk mund me arrit vetë se një pakicë që Allahu i ka dhënë bereqet. Mirë po hadithi me njëherë thot, fe in lam takun tarahu, nëse ti se sheh, atëherë adhuro me bindjen fe innehu yarak, se ai po të sheh ty. E çita mund me bë. Çita mund me bë plot për njerëzve. Adhuroje se Allahu është duke të pa ty. Ka njëherë apëshë të ndërrum vllazën sa hadithin e lexojmë, sa dijen e marrim, mirë po esenca është me i vendosë në praktikë. Esenca është mos milan vetëm si llafe, edhe si histori, po me i vendos edhe përballë nefsit tonë. Tash me ato çka marrën pe haditheve, me asit nefsit përpara më thon ti do të më punu me to. Shumë e zërshme është. Është shumë e zërshme, mirë po tek e kanë bë plot njerëz mund me ballë plot të tjerë. Është një Imam Bejdawiu, njëri prej mufesirëve të njohur, e ka tefsirin e tij El-Anwar et-Tanzil wa Asrar et-Ta'wil. Ka dek në vitin 685 Hijri. 685 Hijri. Kë të ndërun vllazën e merr edhe komenton krejt Kur'anin me dorën e tij. E bën tefsirin s'di sa vëllime. Ja kushton jetën. Masi e përfundon tefsirin e tij, e merr tefsirin me vete edhe ja mësyn Bagdadit. Ja mësyn pallatit të halifës. Thot me shku atje dhe me i thonë halifës, një mëm të botoj, një mëm me pasuni, se ketë pasuni që akun pa të kum hargjit për ta.
edhe rrugës, subhanallahu, takohet me njërin prej shujukëve, prej hoxhallarëve, edhe rrin bun të kaj një natë. Kur hen në shtëpinë e tij, i thot ai shehu, për ku ja ke mësy? Thot ja ku mësy te halifja. Thot për çka? Thot e kum shkru komentimin e krejt Kuranit. E po du me shku me i lyp do pare se me janë bërë vajzat për martesë, e unë nuk kam me çka i martoj, se këtë pasuninë e kum harxhu për çet tefsir. Atëherë ky shehu i thot, mirë, a ke komentu këtë Kuranin? Thot këtë Kuranin. Thot tregom çysh e ke komentu ajetin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Me për këtë në gjuhën shqipe i bjen, vetëm ty o Allah të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Thot tregom çysh e ke komentu. Ky duke kujtuar që shehu preteston për me njoh njohurinë e tij, shumë kollaj e përgjigjet, thot e lehtë është kjo. Thot fasartuha alla na'budu illa Allah wa la nasta'inu illa bihi. Wa taqdimu al-ma'mul fi al-mawdi'ain yufidu at-ta'zim wal-hasr. Thot e kum komentu se iyyaka na'budu, pra vetëm ty Allah të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, pra u përdor dy herë termi iyyaka. A ka mujt gjithsesi shumë në rregull kish me qenë u përdor vetëm një herë. Vetëm ty Allah të adhurojmë dhe ndihmë vetëm ty Allah të adhurojmë dhe ndihmë prej teje kërkojmë. Mirë po iyyaka, vetëm ty është përdor në adhurim, pra vetëm ty të adhurojmë, prap dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Iyyaka është përdor dy herë. Thot e kom komentu që e ka përdor Allahu dy herë vetëm ty për me tregu se të kërkuar ndihmë është çështje çaq madhore, sa që duhet me ju kushtu veç Allahut. Edhe besimtari si kërkon ndihmë askujt tjetër përveç Zotit. Atëherë shehu i thot, masi e ke komentu kështu sa mirë sa bukur, pse po kërkon ndihmë prej dikujt tjetër përveç Zotit? Të mire pas ke shkru, po ku praktika? Je ardh prej katunit tënë, në Bagdad, me i kërku ndihmë halifës, a shiko sa mire ke shku në tefsirin tënë. Atë natë, Imam Bejdaviu asnjë çast të vetëm nuk flen. Edhe rën duke u kujtu, të nesërmen ja bën shejhut na bën halal, son po kthehna në fshatin tënë. Edhe i ka dhënë Allahu bereqet tefsirit e tij, saqë për qindra vite në perandërinë osmane, tefsiri i tij mësohet në medrese. Edhe sot lexohet edhe punohet me të që është janë për tefsirve më të mirë, për shkak që Allah i ka dhënë bereqet edhe ju ka përhap tefsiri i tij, pa pas nevojë me abotu halifeja i muslimanëve. Hadithin e 62 na sjell Imami një hadith që na i përfshin 3 pika më rëndësishme. Transmeton Abu Dherr dhe Muadh ibn Jabal se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ittaqillaha haythu ma kunt." Friksojo Allahut kudo që të jesh. "Wattabi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Dhe sa herë të bësh një të keqe, pastaj bëje një të mirë se fshin, "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." E njeriu më i moralshëm ose njeriu më i mirë është njeriu më i moralshëm. Hadithi se hadith është për haditheve të shkurta. Ama subhanallah, ti përfshin 3 pika më rëndësi. E para, ta rregullon raportin mes teje edhe Zotit. Ittaqillaha haythu ma kunt. Friksoje Allahut kudo që jesh. Friksoje Allahut kudo që jesh. Ky hadith, kanë thënë dietar, nëse besimtari punon vetëm me këtë hadith, e ka siguru dynjan edhe ahiretin. Pika e parë hadithit po na i rregullon neve raportet me Zotin. Po thot friksoje Allahut kudo që jesh, nëse don me kanë i devotshëm. Njeriu nuk mund të më konsiderojë i devotshëm nëse Allahut i friksohet vetëm kur është haptazi, ndërsa nuk i friksohet Allahut në vetmi. Ose nëse i friksohet Allahut kur është vendas, mirë, po nuk i friksohet Allahut kur është musafir. Ose nëse i friksohet Allahut kur është i pasur, mirë, po në momentin kur varflohet, ose kundërta. Kështu që nuk mund të më konsideroj njeriu pe muttaqin, pe të devotshëm, përveç nëse i friksohet Allahut në çdo rrethon. Andaj pejgamberi sa kur shkon ai sahabiu dhe i thot: "Ausini ya Rasulullah", më këshillo ai dërguari i Allahut. Pejgamberi alayhis i thot: "Usika an tastahyi min Allahi, kama tastahyi min ar-rajuli salih." Po të këshilloj kur ti je vet, friksojo Allahut, turprohu prej Allahut, ashtu sikur se turprohesh për një njeriu të mirë.
friksojo Allahut kur ti je vet, ashtu sikurse turprohesh për një njeriu të mirë. Ose në transmetim tjetër, min qaumik, nga populli yt. Pra nëse njeriu është me një njeri të mirë për popullit të tij, ata më mendja kur është në vetmi, nëse kish mu sjell sikur kur është me ta, kish me arrit gradë të lartë devotshmërisë. Andaj pejgamberi sa po i thotë, dije se edhe kur ti je vet, të sheh dikush që është më i mirë se sa ti dhe ai njeriu i mirë, e që është Allahu. Kjo është devotshmëria që do të më friksu Allahut në çdo rrethon. E dyta, pika e dytë e hadithit është me rregullu raportet mes njeriut edhe vetës së tij. Thot, kur të bësh një të keqe, bëje një të mirë pas saj, e fshin atë. Kur e kemi përmend të teubeja, kemi thënë që njëri pi kushteve edhe pse nuk është pjesë përbërëse e teubes, po që kanë përmend dietarët mas teubes, kanë thënë me bë mirë, mase që ke bë keq. Kjo është njëra prej atyre që e fshin mëkatin. E në dy sahiha në Buhari dhe në Muslim, përmendën se një herë një djalë i ri shkon tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E i thotë ja Rasulullah, kam bërë me një grua gjithçka që bën burri me gruan e tij, përveç kontaktit intim. Pra, kom shku edhe kam lozur me një grua që kam të huajën. Nuk është grua imja. Thot, jashtë asaj që nuk kam bërë kontakt intim. Edhe thot, kam marrë tash këtë me fal namazin e sabat. Pejgamberi sa nuk po jep përgjigje një herë. Del imam edhe e fal namazin e sabat. Mase që e përfundon atë, kthehet pej sahabëve dhe i thot, ejnë sail, kumet ai djaloshi që pyeti. Kumet pyetsi. Atëherë çohet ai djalë i ri thot, ja ku jam ja Rasulullah. Pejgamberi sa më thot, dëgjova përgjigjen që ta dha Allahu. Allahu përderisa ka në namaz e zbriti ajetin në surën Hud ku tha: "Wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layli innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin." Dhe falë namazin në të dy qoshet e ditës dhe në një pjesë të natës dhe dije se veprat e mira i fshin ato të këqijat. E kjo është për kujtim për ata që i pranojnë këshillat. Por apo i thot, a je pendu po, edhe falë namazin e sabat me neve po, ta ka falë Allah. Pyetja e këtij djalit është shumë interesante. Thot, ja Rasulullah, thot, a vlen veç për mu, a për krejt? Që kjo falje, që kur të bëjsh mirë, mas punëve të këqija, a vlen thot veç për mu, se pejgamberi ka po drejtën që me i dallu njerëzit në disa situata. Thot, apo vlen për krejt? Pejgamberi thot, li gjemia ummeti kulluhum. Thot, vlen për gjithë ummetin tem pa përjashtim. Para ato që pendohet sinqerisht, edhe masaj bën një vepër të mirë, që në këtë rast ka qëllu vepra ma mirë namazi, thot ja fshin gjunahet e tij, edhe bën që njeriu me ju harru e kaluara. Edhe këshilla e tretë që pejgamberi po i thot sahabive, thot, e dije se njeriu më i mirë është ai që ka moralin më të mirë. Edhe këtu kemi çka flasim mjaftueshëm. Fatkeqësisht muslimanë sot çalojnë edhe në këtë pikë. E përmendëm në fillim derisa që në një kohë muslimanë pas kanë qenë shembull, saqë vetëm me marr një njeri dhe me lidh për xhamie, edhe me i shiku musliman, pa i fol asnjë fjalë vetme, e pas kanë bërë që me pranu Islamin. Sot kanë njëherë muslimanë dinë marrë në atë pikë, saqë me sjelljet e tyre i largojnë për Islamit. Andaj edhe thot Ibn Qayyim Allahu mëshiroft. Thot ai që të ka kalu në moral, thot dije se ta ka kalu edhe në fe, se nuk dohen këto. Ai që është më i sjellshëm se ti, dije sigurt se ai është më i devotshëm se ti. Për shkak që janë dy gjëra që nuk dohen, feja edhe morali. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith që e transmeton Tirmidhiu që i thot i mirë Sheikh Albani, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyam ahsanukum khuluqa." Dini se më të dashurit e mi, edhe që ata që në ditën e kiametit kanë më qenë më së afërt i meje, kush janë? Ahsanuhum khuluqa. Njerëzit që e kanë moralin më të bukur.
njerëzit që kanë moralin më të mirë, janë edhe më të dashurit e mi, po edhe në ditë kiametit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë me qenë më së afërt i meje. Kjo vlen edhe njëjta, edhe kundërta. Ata që kanë moralin më të keq, kanë me qenë sa më larg pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ai që ka bindjen që është në shikimin e Allahut, edhe në përcjelljen e tij, e përmirëson edhe moralin e tij, edhe i rregullon raportet mes tij dhe nefsit të tij, edhe i rregullon raportet mes tij edhe Zotit të tij. Imami na sjell disa hadithe tjera, e që ato kemi mikshyrë në dersën e ardhshëm inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk.